Të nderuar shikues, mirëmbrëma, jemi sot në kanalin e platformës digjitale Okult me emisionin e ditës së martë, që do bëjmë çdo ditë martë emision nga unë Alfred Sako, një emision kulturor, one man show, siç quhet zakonisht. Jam këtu me kapelen e Madurës. Fillojnë ata që s'kuptojnë shaka, ku e gjete që kapelen e Madurës ti, mashtrus gënjeshtar. Sot, para se të filloj emisionin, dua të kujtoj që të mos i ndajni ujit lajthiza, një nga ujrat më cilësor në vend, në përgjithësi mos ju ndani pijeve të prodhuara nga biznesmenët shqiptar. Lajthiza vjen dhe me një seri pijesh shumë të mira dhe cilësore dhe konkurruese, qoftë në formë dhe në përmbajtje. Këtu është një limonadë për shembull, është një tonic water që s'ka pse blini zhvepsin e këtyre. E dini juve kush i prodhon këto, s'ka nevojë të bëjmë shumë ashtu komente. Mos ju ndani pijeve të prodhuara nga lajthiza, sepse janë me të vërtet pije të biznesit shqiptar dhe janë shumë cilësor dhe në formë dhe në përmbajtje. Po ashtu dua t'ju them që vaji i ullirit është një nga elementët ushqimor që na siguron jetëgjatësi dhe shëndet. Popujt dhe individët që përdorin shumë vaj ulliri dhe për të gatuar, vetëm duhet keni kujdes, jo ta skuqni, por ta përdorni në gjellë. Mësoni të gatuani në gjellë vetëm me pak të skuqur qepën në përgjellët karakteristike shqiptare, me gjalp ose me vaj kokosi, gjalp kokosi si toni quheni, dhe zjeni të gjithë gjellën pa ingredient vaj brenda, dhe në fund, kur temperatura është për të ngrënë, që ka rënë nga temperatura e blimit të gjellës, do hidhni vaj ulliri në gjellë sipas dëshirës. Dhe vaj ullirit që duhet të përdorni në radhë të parë është vaj musaj, vaj të cilin kur ju jepet rasti pas here edhe familja e Ivanka Trumpi dhe Jared Kushnerit e lakmon dhe e blen kur vinë këtu në Shqipëri. Është një vaj që ka fituar shumë tituj dhe medalje, është vlerësuar në shumë nga këto konkurimet që bëhen në botë për vajin dhe cilësohet si ndoshta vaj më i mirë në Shqipëri. Ku e gjeni në skrofotin të Vlorës, mjafton të googloni vaj musaj dhe gjeni mundësinë dhe pikat e kontaktit, por ne do t'ju japim dhe me strisha bashkë me disa bizneset të tjera të zgjedhura nga podcasti në lëmin e vet, në fushën e vet, si më të mirët, pasi ne nuk mund t'i bëjmë reklam kujdo, po vetëm më të mirëve. Mos harroni që ne nuk flasim kot. Sot kam zgjedhur një temë që unë i kam trajtuar dhe më përpara, kur ka filluar para 2 vjetësh podcasti Okult. Kam zgjedhur një temë nga Bibla. Bibla është gjithmonë një referim i erëpashershëm, ashtu si edhe Kurani, por edhe librat të tjerë që nuk janë fetar, po janë historik, por edhe fetar, siç është libri Enokut, të cilin e ka përkthyer dhe botuar shtëpia ime botuese Elga Sikric, dhe ja u rekomandoj ta lexoni. Është një libër jo shumë i madh, quhet Apokrif në librat e Kishës, ku janë një numër i madh librash të cilët janë hequr nga librat e Biblës dhe kanë mbetur vetëm këta që janë sot, por ata që janë profesionistë dhe që janë fetar,
din të vërteta shumë më të mëdha se sa ne njerëzit e zakonshëm. Bibla është në radhë të parë një libër historik, është një libër që flet me parabola, sidomos Jezusi në Ungjil, pra duhet ta kuptosh alegorin e fjalëve të tij, sepse nuk duhet marrë në mënyrë të drejt për drejt kuptimi i fjalëve të Jezusit, por jo vetëm, në Bibël ka parabola të shumta ku flitet me alegori dhe e kuptojnë në përgjithësi vetëm ata rreth i brendshëm ose insiderat, kurse besimtarët e jashtëm që janë outsider nuk kuptojnë thelbin e këtyre mesazheve që jepen në Bibël. Sot dua të flas për një temë që quhet vëzhguesit nefilimët dhe përmbytja e madhe. Para përmbytjes së madhe në tokë kanë qenë këta watchers, vëzhguesit ose rojet mund t'i quajmë, dhe nefilimët, dhe më pas ndodhi përmbysja e madhe në një kohë kur në një epokë të tmerrshme kur u shkatruan me dhunë kufijtë midis qellores dhe tokësores dhe pati një rebelim kozmik, pati njëkohësisht dhe një transferim të ndaluar të teknologjisë qellore nëpërmjet vëzhguesve tek njerëzit e tokës dhe lindi një racë gjigandësh që quheshin nefilim dhe që ne do ta shpjegojmë më pas se çfarë ka ndodhur. Po çfarë thotë Dhjata e Vjetër, përkatësisht pjesa e parë e Biblës në Zanafilla 6:1-4. Kur njerëzit filluan të shumohen mbi faqen e dheut dhe u lindën atyre vajza, bijtë e Perëndis panë që vajzat e njerëzve ishin të rejse dhe morën për gra të gjitha ato siç i zgjodhen. Nefilimët ishin mbi tokë në ato ditë dhe gjithashtu më vonë, kur bijtë e Perëndis ju afruan bijave të njerëzve dhe ato u lindën atyre fëmijë. Këta ishin njerëzit e fuqishëm që ishin të lashtë, njerëzit e famshëm. Brenda këtij pasazhi të Zanafillës të Dhjatës së Vjetër, kemi vënë re që është i fshehur nga sytë e njerëzve dhe pak i komentuar, duket si i çuditshëm dhe thellësisht shqetësues dhe për shekuj me radhë teologët këtë pasazh, teologët e Biblës e kanë kaluar në eshtje. Po cilët ishin këta bijtë të Perëndisë misteriozë dhe cilët ishin nefilimët dhe çfarë ndodhi kur u bë përmbysja e madhe ose u kërkua një apokalips global që këta të shtukeshin. Për të zbuluar të vërtetën, duhet të shohim, si thash, përtej Biblës ekzistuese që në fakt nuk është gjithçka nga Bibla e vërtet e shkruar. Është Bibla e kuruar kjo që ekziston sot. Ne duhet të gërmojmë një çik në tekstet e lashta apokrife që etrit e ershëm të kishës i shpallën, i debatuan dhe këto më pas u përjashtuan nga normat kanonore të kishës. Kështu për shembull janë rrotullat e detit të vdekur ose rrotullat e Qumranit të zbuluar në vitin 1947 që janë shkruar nga një fis hebrejsh nga të cilët rrjedh Jezu Krishti dhe që quheshe fisi i Esenëve.
I keni parë, besoj, qytetin ose atë qytetën Qumran me shpella në një faqe mali që është në detin e vdekur. Ata që e kanë vizituar dhe e kanë parë nga afër, është një qytet shumë misterios, i lashtë dhe i çuditshëm. Përveç rrotullave të detit të vdekur, mund të përmendim sërish librin e Enokut që e ka botuar shtëpia ime botuese. Enoku mendohet që bashkë me Elian janë dy nga profetët e kishës, të cilët ose të Biblës, më mirë të them, të cilët janë marrë në qiell dhe kanë pasur një jetë të dyfisht, sa toksore, aq edhe qellore. Përveç këtyre dy librave, ka dhe libra të tjerë, siç është libri i gjigantëve, për të cilin do të flasim pak më vonë. Regjia të nxjerrë atë pikturën e parë që kemi përzgjedhur ne nga periudha para përmbytjes së madhe, kur mbi tokë, sipas djatës së vjetër, ekzistonin gjigantët dhe vëzhguesit ose angjëllit të rënë, që kanë qenë rreth 200 angjëj të rënë me në krye semjazen, që komplotuan kundër Zotit dhe shkuan me vajzat e tokës, të bijve të tokës. Vazhdojmë me çështjen tjetër, si zbritën angjëjt e rënë sipas djatës së vjetër në malin Hermont, që është rreth 2500 metra i lartë në Libanin e sotëm, në territorin e Kananis, siç quhej ky territor. Është një pikturë tjetër, regjia, ju lutem nxirreni pikturën e angjëllit të rënë. Kjo është një pikturë e imagjinuar nga piktori i shquar francez Alexander Cabanel në vitin 1847. Është një pikturë vaj në Kanavac dhe sot ndodhet në muzeun e Fabres në Montpellier të Francës. Mund ta hiqni pikturën. Interpretimet moderne kanë tendencë që ta anashkalojnë në këtë pjesë të zanafillës, duke sugjeruar se bitë e Perëndis ishin thjesht pasardhës njerëzor nga dega e Sethit, i cili ishte fëmia i tretë i Adamit dhe Evës, djali i tretë, pasi Kaini vrau Abelin dhe Kaini u damkos si dega kundër Zotit e vrasësve, dhe Eva i lindi një djalë tjetër që ishte Sethi, dega e të cilit quhen linja e Perëndisë, dhe martesat mes djemve ose meshkujve të linjës së Sethit me bijat e linjës së Kainit mund të jenë keq interpretuar, sikur janë bitë e Perëndisë, quhen këta, do me thënë që u martuan, bitë e Perëndisë që ishin dega e Sethit, që u martuan me vajzat e degës së Kainit. Libri i parë i Enokut është një libër dokument fetar hebraik dhe afron një rrëfim të detajuar dhe të tmerrshëm të revelimit kozmik para përmbytjes së madhe. Në kontekstin e librit të Enokut, siç e thash, ka pasur 200 angjëj, të cilët quheshin vëzhgues ose Grigori.
Dhe këta vunë re bukurin e bijave të njerëzve. Udhëheqësi këtyre engjëve ishte engjëlli fuqishëm i quajtur Shemi Hazak ose Semjaza. Vëzhguesit zbritën nga qielli në malin Ermon, maja më lart e Barkmalit në Antiliban që quhet, dhe rojtarët po përgatiteshin për mëkatin e rënd që ishin, që kishin planifikuar të kryenin duke bërë një betim me njëri tjetrin që do ta realizonin të mëkat kundër porosive të krijuesit dhe në një pakt rebelimi ata yn kundër urdhrit hyjnor dhe morën pjesë në këtë krim duke shkuar me një entitet tjetër më të ulët të cilin ata duhet ta kontrollonin me vajzat e tokës. Është pak a shumë një lloj sikur disa meshkuj të shkojnë me disa femra të kafshëve më të ulta, të cilat ne kemi për detyrë t'i kontrollojmë dhe t'i vëzhgojmë jetën e tyre dhe ta organizojmë. Rojtarët ose vëzhguesit, watchers, duke shkuar me bijat e njerëzve, bën bashkime të panatyrshme dhe të pashenjta dhe prodhuan një racë hibride të njohur si nefilimët. Duhet thënë që ka një teori tjetër për nefilimët, ajo e Zëria Sitchinit, i cilin planeti 12, të cilin e ka botuar dhe shtëpia ime botuese, thotë që nefilimët u krijuan pasi nga një planet tjetër që i afrohet harkut të planetëve të tokës sipas teorisë heliocentrike që rrotullohen rreth diellit, i afrohet një në 3600 vjet dhe kalon afër tokës një planet që quhet Nibiru, dhe niburianët shkëputen dhe vinë me satelit dhe zbresin në tokë për gjatë kohës që Nibiru yn në fushën e lëvizjes së planeteve midis tokës dhe Marsit, edhe del dhe largohet duke qenë një planet i ndërmjetëm sipas teorisë së planetit 12 Zëria Sitchinit. Po ne nuk do ta marrim parasysh këtë. Termi në fillim, ka shumë njerëz që e shpjegojnë me shqipen në fillim, domethënë të parët, por ka dhe autor tjerë që e shpjegojnë me kuptimin të rënët. Dhe është një term që përshtatet fëmijëve të engjëve të rënë, që janë këta 200 engjët që komplotuan kundër marrëveshjes dhe funksionimit të rendit të ekzistencës kundër rregullave të Zotit, të krijuesit. Këta nuk kanë qenë nefilimët thjesht vetëm burra të gjatë, por janë përshkruar në dorëshkrimet lashta si qenie gjigande me një oreks të pangopur. Dhe këta filluan të shpenzonin burimet e tokës dhe madje filluan të usuleshin për ushqim edhe njerëzve nga femrat e të cilëve ata kishin dalë. Dhe në këtë mënyrë nefilimët, që ishin një racë hibride e njerëzve dhe e engjëve të rënë, filluan të bëheshin të dhunshëm kundër njerëzve. Këta filluan të përhapnin engjët e rënë dhe diturinë e ndaluar ose diturinë qellore, që ishte e ndaluar për t'ia u dhënë bijve të tokës. Në foton tjetër, regjia foton tjetër, këtu janë shpellat e Qumranit të detit të vdekur, është një foto kjo, ku flitet në fragmentin një të librit të Enokut dhe në librin e gjigandëve. Dhe këto i paraqitin ato scrollet apo rrotullat e Qumranit apo detit të vdekur. Kjo foto është marrë nga një fotograf që quhet Lux Maundi dhe e kemi përzgjedhur ne për këtë
shpjegim. Vëzhguesit shkelen jo thjesht rregullat duke prodhuar disa hibrid, siç ishin në fillimet përmes marrëdhënieve të paligjshme, por ata i dhanë njohuri njerëzimit, njohuri qellore, që ishte ndaluar dhe ndryshuan rrjedhën e historisë njerëzore evolucioniste, duke bërë një hop të madh ku njerëzit nuk ishin të aftë të gëlltisnin një sasi të madhe njohurish për nivelin e tyre të kohës. Dhe njerëzit nuk ishin të aftë të kuptonin dhe ishin të papregatitur për këtë ndryshim të shpejtë që sollën mbi ta vëzhguesit apo engjëjt e renë. Këta të fundit ju mësonin njerëzve dhe arte të këqija shkatruese, si magjia, përdorimi i rrenjve në këto magji, dhe një engjëll i ren që quheshe Barqial u mësoi njerëzve astrologjin, Kokabeli ju mësoi njerëzve hartën e yjeve, Ezekieli ju dha njohuri mbi rejt si krijohen ato dhe si shpërndahen, kurse Sarieli u mësoi njerëzve rrugën e henës dhe të diellit në hapësirë. Ky është pra një koncept i thellë teologjik dhe korruptimi i njerëzve nuk ka qenë thjesht një rezultat i lindur apo i zhvilluar në kopshin e Edenit. Ai ka pasur si katalizator transformimin e palejushëm ose të paligjshëm të teknologjisë së qiellit dhe të njohurive të tij mbi njerëzit. Rojtarët apo watchers apo engjëjt e renë i dhanë njerëzve pushtetin pa dituri, duke çuar në një botë konsumuar nga dhuna, mungesa e dorës së Perëndis në veprimet e tyre dhe prishjen morale. Enoku shkruan se vetë toka bërtiti kundër këtyre të paligjshmëve. Çfarë janë rrotullat e detit të vdekur dhe libri i gjigantëve për të cilët flasin edhe këto rrotulla? Ju lutem regjia një foto tjetër që ju kam dhënë mbi përmbytjen, që është një pikturë e vitit 1800, përmbytja e madhe, një pikturë e vitit 1866 nga piktori Gustave Doré. Dhe kjo pikturë ndodhet në kështjellën Cassel and Company në Londër. Për qindra vjet, libri i Enokut është konsideruar i humbur për pjesën më të madhe të botës perëndimore, por ai u ruajt i paprekur në fakt nga Kisha Ortodokse Etiopiane. Shumica e studiuesve të Evropës dhe të Amerikës së Veriut e shihnin librin e Enokut si një vepër të vonë dhe të parëndësishme, pra falso. Por zbulimi i rrotullave i scrolleve të detit të vdekur në Qumran në vitin 47 vërtetoi idenë e disa studiuesve serioz, të cilët mendonin me të drejtë se libri i Enokut kishte një traditë të lashtë shumë vite para lindjes së Krishtit dhe njiheshe nga shumë popull të vjetër. Zbulimi më emocionues ishte një tekst i ri i quajtur Libri i Gjigantëve, i cili zgjeronte historitë e Zanafillës dhe të Enokut dhe përmbante edhe ky informacione rreth nefilimëve, veprimeve apo veprave të tyre dhe të shoqëruara me arrogancë dhe frikë nga shkatërimi i afërt që ata e parandjenin se do të ndodhte. Libri i Gjigantëve flet për dy
në filim për dy gjigant që quheshin Ohyja dhe Hahyja, të cilët ishin fëmijët e engjëllve të rënë Shemi, Hazak dhe Mahuej. Dhe të engjëllit tjetër Parakel. Është përmendur gjithashtu dhe një nefilim me emrin Gilgamesh, ne kemi dëgjuar eposi Gilgameshit, që është një histori shumë e lashtë nga periudha historike e Babilonasve të lashtë, dhe është ky Gilgamesh që lidh historinë e Biblës me heronjtë e mitologjisë mesopotamiane. Libri i gjigantëve përshkruan se si nefilimët kishin parë disa ëndra për shkatrimin e tyre të afërt, pavarësisht nga forca e tyre e madhe e jashtëzakonshme fizike. Mahuej, që ishte një engjëll i rënë, ndëronte se kishte një pllak të madhe në ndet me vetëm 3 emra të mbetur pas përmbytjes. Dhe Ohaja ndëroi se një pemë gjigande ishte e shkullur nga rrenjët. Nefilimët u tmerruan në fakt nga këto parandjenja dhe i kërkuan Enokut, shkruesit të drejtë, të interpretonte ëndrat e tyre dhe të ndërhynte te Perëndia për t'i shpëtuar ata. Enoku tha atyre se gjykimi i Perëndis kundër tyre ishte dhënë dhe tashmë nuk do të kishte më mëshirë për nefilimët, pasi ata ishin përgjegjësit kryesor për korruptimin e botës. Gjykimi ynor dhe Jehona e nefilimëve. I lutem regjisë foton tjetër. Kjo foto që do të shikoni titullohet Kthimi i spionëve nga toka e premtuar ose informatorëve. Kjo është një gravurë nga Gustave Doré, të cilën e përmendëm dhe më lart. Dhe kjo flet për korrupsionin, domethënë jep mesazhe për kjo pikturë, kjo gravurë për korrupsionin e shkaktuar nga vëzhguesit dhe dhuna e nefilimëve, çka bëri të domosdoshme siç ja u kam përsëritur rivendosjen e madhe kozmike nëpërmjet përmbytjes së madhe që përshkruhet në Zanafill. Dhe ky ndëshkim nuk ishte vetëm për ligësinë njerëzore, por ishte me sa duket një ndërhyrje më tepër ynore e synuar për të pastruar tokën nga linja e gjakut të nefilimëve dhe nga njohurja e ndaluar që kishte elmuar krijimin. Kryengjëlli Mikael, Uriel, Rafael dhe Gabriel shikuan nga qielli dhe panë gjakderdhjen, thotë Enoku. Pastaj me urdhër të Zotit, rojet u lidhen, ose engjëjt e rënë u lidhen, u burgosën në errësirën e tokës, të varrosur në shkëmbim të thepisur në shkretë të tirë, duke pritur ditën e fundit të gjykimit të tyre. Ndërsa nefilimët u detyruan të ktheheshin kundër njëri tjetrit, duke shkatruar veten në një luftë të madhe përpara se ujërat e përmbytjes të pastronin më në fund tokën nga mbeturinat e tyre. Ka një foto ilustrim tjetër, regjia, ku spionët izraelit takohen me pasardhësit madhështor të nefilimëve në tokën e Kananit. Kjo është një pikturë e gjeneruar me inteligjencë artificiale. Edhe pse përmbytja i zhduku në fakt nefilimët, ka shumë pyetje të pazgjidhura në lidhje me identitetin dhe origjinën e tyre. Bibla në fakt e thot qartë se nefilimët ekzistuan para, por dhe pas përmbytjes. Kur informatorët
ebrejnë shkuan të vëzhgonin tokën e Kananit, ata u tmeruan nga ajo që pan dhe raportuan. Dhe atje pam Nefilimët, bijtë e Anakut që vinë nga Nefilimët, dhe ne ishim si karkaleca në sytë e tyre. Kjo është në 13:33. Kujtimi i këtyre gjigantëve mbeti gjatë kohës së Refaimëve dhe Anakimëve, si dhe me Goliathin, luftëtarin e madh të filistejve, i cili dihet që u vra nga një goditje e një bariu që quhej David me hobet, i cili vendosi një gur në hobe dhe e qelloi në mes të vetullave aty ku kishte një boshllëk nga ajo mbrojtësja që mbante, elmeta që mbante në kokë. Si pas Zanafilës 6:4, linja e gjakut e të rënëve zhvilloi një betejë të vazhdueshme kundër popullit të ebrejve të Izraelit. Trashëgimia e vëzhguesve. Çfarë rëndësie ka rrëfimi i vrojtuesve dhe nefilimëve në botën moderne? Pse ky tekst historik dhe i ndaluar, ajo që u përmenda qysh në fillim, ai pasazh nga Bibla, ka mbetur i veçuar dhe i pa komentuar aq sa duhet? A ka qenë historia e vëzhguesve ose angjëve të rënë dhe e bijve të tyre ilegal nefilimëve një alegori e vazhdueshme në lidhje me rreziqet e natyrshme të ambicjes së shprenuar dhe seksuale dhe ndjekjes së dijes së ndaluar? Në librin e Enokut, në fakt, ne mësojmë se vëzhguesit kanë shkelur rendin hyjnor të krijimit për t'i dhënë njerëzimit fuqi, pa ofruar një bazë morale se si të përdoret ajo fuqi. Angjëtë e rënë i mësuan njerëzimit teknikat e luftës dhe të mashtrimit, duke futur kështu kaos në atë që kishte krijuar krijuesi. Në mjedisin teknologjik, me ritmin e shpejt të sotëm, bota aktualisht ka dëshmuar një rritje të përshpejtuar të teknologjisë, konkretisht të inteligjencës artificiale dhe inxhinierisë gjenetike, më shpejt se sa ne jemi në gjendje të vendosim kufi etik dhe moral. Ne ose mund ta marrim mesazhin nga libri i Enokut në mënyrë metaforike, duke treguar atë dëmin e mundshëm monumental të krijuar nga njerëzimi përmes shfrytëzimit të fuqisë së Zotit, ose fjalë për fjalë që forcat nga lart për te kuptimit ton aktual do ta sjellin këtë shkatërim. Në të dyja rastet, angjët e rënë dhe trashëgimia e tyre janë një shembull se si qytetërimi nuk kishte menduar të ndërtojë mbi përvetësimin e njohurive sekrete, prodhimin e armëve të shkatërimit në masë, ose dëshirën arrogante të njeriut për të bërë si Zoti. Ju e mbani mend kur ai drejtuesi i Pfizerit, Robert Borla, kur u shpik vaksina me RNA, me arrogancë deklaroi se tani Zoti jemi ne, nuk ka më Zot. Është një përpjekje ndoshta e këtyre krijuesve që të mos lejojnë komunikimin me elementet e zjarit, me elementet shpirtëror që Zoti ja dërgon krijesës në 40 ditët e para të saj, duke bërë një lidhje mes dhe një kontroll të jetës në tokë nëpërmjet 3 elementeve të zjarrt që janë mendja, shpirti dhe fryma. Ndërsa nefilimët dikur gëzonin shumë prestigj në kohën e tyre si burra me famë, dhe që adhuroheshin në kulturat e lashta si Babilonia dhe Greqia si gjysmë perëndi, ne tashmë e dimi që Jahvehu në Bibël nuk është gjë tjetër veç se një nefilim, apo Goliathi që e përmendëm
apo zotat e fuqishme të Homerit në Iliada apo dhe në Odiseja, që shpeshherë merrnin pjesë në luftë në anën e grekëve ose të trojanëve, nuk janë gjë tjetër veç se këta nefilim të fundit, të cilët më pas janë zhdukur. Bibla na tregon një pikpamje të ndryshme për nefilimet dhe atë që ata përfaqësonin. Në fund të fundit, ajo që ata përfaqësonin ishte e keqja, dhe e keqja vinte direkt nga veprimet kundër ekzistencës që ata kryenin. Nefilimet ishin në fund të fundit një forcë shkatruese, dhe këta ilustronin rreziqet e ngritjes së njerëzimit në një status hynor, dhe shërben kjo historia e tyre si një kujtesë që veprimet që ne ndërmarrim, kanë një ndikim të qëndrueshëm në të ardhmen tonë. Kjo ishte pak a shumë tema për të cilën unë kisha vendosur sot të flisja me ju. Sigurisht do të flasim në javët në vazhdim, çdo javë nga një bisedë kulturore të lidhur me misteret e mëdha, apo do të sjellim informacione të ndryshme për të plotësuar kuriozitetin që njerëzit kanë për çështje dhe ngjarje të ndryshme. Para se ta mbyll, dua t'ju kujtoj t'i bëni subscribe kanalit ton Okult, dhe natën e mirë nga unë, Alfred Sako.